Kishim 3 javë që nuk flisnim, gjithçka e bëra për të normalizuar marrëdhënien me bashkëshortin, kur ai iku në punë mora lekët dhe i futa në dhomën e vjerës. Pastaj u ktheva, u lidha me litar këmbeduar në karrike dhe bërtita. Ky është rrëfimi i Dalina Azunit në përfundim të hetimeve ndaj saj, ndërkohë që 29 vjeçaria do të gjykohet nga dhoma penale për kallëzim të rrem në polici. Ngjarja e denoncuar 2 muaj më parë ka protagonist një çift të rinj në fshatin Pinet, marrëdhënia të cilëve ishte krisur për shkak të familjarëve të bashkëshortit. Prokuroria referon edhe dëshmimin paraprake të Dalinës, që fillimisht njoftoi policinë se disa persona të panjohur kishin hyrë nga dritarja, e kishin lidhur dhe më pas kishin grabitur 63.000 lekë. Gjithë ky skenar më pas rezultoi i pavërtet, ndërkohë që gruaja u vendos në hetim në gjendje të lirë. Azuni, përshkruan prokurori në dosje, i ka kërkuar falje familjes sepse siç ajo është shprehur, bashkëshorti e kishte lënë jashtë vëmendjes dhe ajo nuk mundi më të duronte mërinë e tij. Por me gjithë pendesën e saj, kallëzimi i rrem është vepër penale dhe parashikon dënimin nga gjobë deri në 5 vjet heqje lirie.